Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. I dërguari i Allahut sallallahu alayhi wa sallam, siç transmeton sahabiu i ndershëm Qutbah ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, jo është lutë Allahut subhanahu wa ta'ala me një lutje në të cilën ai na jep neve mesazh për rëndësinë e pikave për të cilat është lutur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo lutje përmban 3 parime, të cilat janë parimet e të qenurit të njeriut i shëndosh në aspektin fetar. Njeriu i shëndosh në fe është ai i cili është i shëndosh në brendësinë e vet, është ai i cili është i shëndosh në aspektin e jashtëm dhe është ai i cili është i shëndosh në dëshirat e tij. Njeriu i cili është i shëndosh në brendësinë e vet dhe në veprat e dukshme dhe po ashtu në dëshirat e tij është njeri i kompletuar fetarisht, është fetar. Është fetar i mirëfillt. Dhe aty ku gjendet një mangësi në njërin prej tyre, është mangësi në fetarizmin e tij dhe në devotshmërinë e tij. Thot Qutbah ibn Malik, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju lut te Allahut me këto fjalë: Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq wal a'mal wal ahwa. O Allah, unë të lutem ty dhe kërkoj mbrojtjen tënde nga moralet e liga, nga veprat e këqija dhe nga dëshirat devijuse. Këtu 3 parime. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga moralet e liga, cilësit moralet të liga, veprat e këqija dhe dëshirat devijuse. Pra ky hadith na mëson 3 parime me të cilat njeriu e mbron fenë vet. Parimi i parë, kërkimi mbrojtjes nga moralet e liga. Morali o robër të Allahut është ajo që bart njeriu si parim i brendshëm dhe që e bën vlerën e tij. Dhe moralet e liga janë ato të cilat feja Allah subhanahu wa ta'ala i urren dhe ndalon nga to. Janë veprat e brendshme të njeriut të liga, si xhelozia, si urrejtja, armiqësimi i kodh dhe i padrejt, si të qenurit dashakeq i njerëzve, si tradhtia, të qenurit tradhtar. Këto janë morale të liga, të cilat e ulin njeriun. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kërkoi mbrojtje nga këto vlera morale të liga, të cilat e dëmtojnë fen dhe fetarizmin e njeriut. Dhe kërkimi mbrojtjes nga moralet e liga është kërkimi mbrojtjes nga të qenurit i keq brendësisht. Dhe sa dush mi kryti obligimet e tua të jashtme në qofse në brendësinë tonë, ki moralet liga, dhe je i lig, ti je i liga vllai dash. Sa dush falo. Sa dush kry obligimet ndaj Zotit, në qofse në brendësinë tonë nuk e ke kuru nga smunjat e brendshme, ti sa dush në aspektin e jashtëm mbuloj ato. Brendësia është e kalbt. Pa e përmisuat brendësi, nuk arrihet qëllimi dhe nuk arrihet te Allah azza wa jall. Kurse pika e dytë, dhe kërkojmë mbrojtjen tënde nga veprat e këqija. Veprat e këqija janë çdo vepër që duket kur njeriu e bën, dhe e keqe është ajo kur feja Allahut azza wa jall e cilëson si tatill, si të keqe dhe të ligë. Dhe dietarët të cilët e komentuan këtë hadith thojnë, veprat e jashtme janë pasqyrja e brendësisë.
Sepse po të ishte brendësia e mirë, vepra e jashtme, patjetër se do të jetë e mirë. Ka mundësi me ndodhë gabimisht, apo pa dëshirë, apo pa qëllim, njeriu me la që zbon. Po, mu konë veprat e tij vazhdimisht, të këqija dhe të liga, nuk mundet me thonë që ai njeriu është i mirë. Sepse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na mëson që në trupin e njeriu gjendet një copë mishin, qoftë se ajo është e mirë, i tërë trupi është i mirë, nëse ajo është e korruptuar, i tërë trupi është i korruptuar. Dhe thot vallë, a është ajo zemra? A nuk është ajo zemra? Zemra. Nëse brendësia e njeriu është e mirë, atëherë edhe trupi, edhe aspekti jashtëm i tij është i mirë dhe i shëndosh. Dhe pika e tretë që nxjerrët nga ky hadith dhe kjo lutje e profetit sallallahu alajhi wasallam është kërkimi i mbrojtjes nga dëshirat devijuese. Dhe kjo pikë është pika më e rëndësishme. Dhe rreziku i saj është rreziku më i madh. Më i madh edhe se veprat dhe më i madh se brendësia. Sepse dëshirat devijuese janë motori i cili e dërgon njeriu që të lakoj nga një gjë apo tek një gjë të cilën Allah azza wa jalla ka ndaluar, edhe pse din që është haram. Dëshira po dubre vëlla, po kam dëshirë. Dhe dëshira kur korruptohet, pas asaj vjen korruptimi i zemrës. Dhe kur korruptohet zemra, atëherë korruptohen gjymtyrët sepse ajo i urdhnon, edhe veprojnë. Dhe Allah na mëson që rreziku i dëshirës është aq i madh, sa që dëshira mundet me arri gradën ku i bëhet njeriu si hyni, si zot, që ai nënshtrohet asaj. Allah thotë fara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, valla nuk po e shef atë i cili e mori dëshirën e tij si hyni, si zot. A nuk po e shef? Dhe dietarët thonë ai i cili nënshtrohet vazhdimisht dëshira. Thonë din që Allah e ka urdhënuar me bën këtë, po ai po ka dëshirë mos më bën. I nënshtrohet dëshirës. Faktikisht dëshirën e ka bën si zot, pi nënshtrohet asaj. Kurse dëshira është mjet të cilën njeriu do të me dominu dhe me kufizu dhe me kontrollu dhe me shfrytzu për me arrit të mira. Mirësia është e Allah, mos me pas na dëshira nuk mund me lviz. Dëshira në esencë nuk është negative. Në esencë është mjet që Allah e ka dhënë njeriu për me arrit qëllimin. Po kur ajo dëshirë shndrohet në urdhëruese dhe njeriu i nënshtrohet vazhdimisht asaj, edhe në qoftë se ajo të thret për mi bon gjuna Allahut azza wa jall, atëherë ti atë dëshirë ke bon si zot, jetu i ras sejdë. Jetu i nënshtruar asaj. Është adhurim i dëshirës, e adhuron dëshirën tënde. Ajo të thot ti bën. Ajo të thot ti bën. Kurse ti e din që ajo që jetu e bon nuk është në rregull, po ti i nënshtrohesh dëshirës tënde. Faktikisht në far forme është forme i dhjetarisë. E ke bon si idhuj dhe i nënshtrohet dëshirës tonë. I nënshtrohesh dëshirës tonë. Keni kujdes rabër të Allahut. Ai i cili e mbron brendësinë e vet, duke e mbrojt vlerat morale, veprat e tij, duke ju nënshtruar fesë Allahut dhe lufton për t'i kontrolluar dhe t'i sundu dëshirat derisa dëshira e tij t'i nënshtrohet fesë Allahut azza wa jall, ai është njeri i cili është i kompletuar fetarisht, dhe është fetar i mirë. Është fetar i mirë. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e përmend dëshirën në radhë fundit sepse ajo i kufizon krejta. Kur njeriu i dominon dëshirat, ai e rregullon brendësinë edhe të jashtëm. Kur njeriu arrin mi dominu dhe mi luftu dëshirat e veta, ai është luftëtar i vërtet. Ai është luftëtar i vërtet, se i dërguari Allahut thotë el mujahidu men jahada nafsuhu wa hawa. Luftëtari i vërtet është ai i cili e lufton vetveten e vet dhe dëshirat e tij. Ai i cili arrin me fitu luftën kundër dëshirave është fitimtar. Ai ka fitu. Dhe nuk ka armik i cili qëndron para tij. Nuk ka armik i cili qëndron para tij, qoftë nga shejtanët apo nga xhinat apo njerëzit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Do njeri prej juve nuk e ka përkry besimin e vet, përderisa dëshira e tij nuk arrin më kanë përputhshmëri të plot me atë me të cilën dërgova. Kur dëshira jote është në përputhshmëri me fenë e Allahut, atëherë ti je besimtar i mirëfillt. Atëherë ti je besimtar i mirëfillt dhe i përkryer.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واجعلنا من الراشدين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة، وأن تصلح لنا أمر ديننا فهو عصمة أمرنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر.